$1.8 milion pritet të jenë investimet të Bashkisë së Tiranës për zonën administrative numër 5. Gjatë një takimi me banorët të kësaj njësie, kryebashkia Koveliaj tha se investimet konsistojnë në rregullimin e institucioneve arsimore, parqeve, lulishteve e të tjerë. Ne do të vendosim nga tani e tutje që do të investojmë në proporcion tek një sit ku korrektesa më e madhe e pagimit ujit, korrektesa më e madhe taksës pastrimit, korrektesa më e madhe e gjitha tarifave dhe detyrime është e madhe, investimi do të jetë i madh. Veliaj akuzoi administratën e kaluar se la bashkinë me borxhe të akumuluara ndër vite, ndërsa sipas tij në vitin 2014 realizimi i ardhurave ishte në nivelin e 60%. Sot ne kemi Bashkinë e Tiranës 4 miliard lek borxh. E thënë në dollar rreth $38 milion. Sa buxheti, pra borxhin e kemi sa buxheti i realizuar një vit i bashkisë. Këtë vit bashkia ka realizuar buxhet vetëm $40 milion. Ne vetëm borxhin e kemi 38 milion dollar. Veliaj sqaroi edhe projektin e Bashkisë së Tiranës për parkingjet, që për njësi numër 5 është shumë problematike. Jo më ne më shumë duam qytetin se të fortët. Dhe kjo është arsyeja pse dhe kjo reformë është një mënyrë për t'u thënë njerëzve, rezidentët falas, pa pagesë. Ama, në qoftë se do të shesësh makinën tënde, do ta paguash, se është biznes. Në qoftë se vjen nga i rreth tjetër, parko një orë dhe lviz, na liro. Transformimi i pazarit të ri, ndërtimi i bulevardit të madh, sheshi Skënderbej dhe parku i Liçenit janë disa prej prioriteteve të bashkisë për vitin 2016.